Unë gjithmonë kam qenë e flakt për mi u bashkangjit ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mirë po, erdhë momenti kur ju bashkangjita. Shkum në Shqipni, erdhë familja. Edhe i thash babit, momentin që nëra u bashkangjit familja, thash babit, unë e du me shku në luft. Edhe nana më tha, qysh tha, apo më lash vet? Jo, thash, nuk po të la vet. Realisht nuk e lisha vet, so këti krejt familja. Unë nuk e lash vet në Kosovë, se ishin gjithë në qytet e unë e i najta në shpi. Babi tha, po ve dhe unë edhe djali Agjës. Na shkum të tret. Nana nuk ma dha dorën. Se normal, si nan, unë sot jam vetë nan, edhe vajzën te me 18 vjeqare kisha mendu. Edhe pse i ku me eduku fëmijët e mi se sa herë që të rrezikohet shteti, se cili do të me dhonë kontribut për shtetin e vetë. Ka qenë dita ma e mire e jetës teme, kër kam shku mu regjistru në shtap. Aty e pash edhe u gëzova edhe ma shumë se pash edhe vajza tjera. U regjistrova, erdhë koha, e visha uniformën, edhe neve si femra, na qitshin kuks për me mbledh me shkuj vullnetar. Që na sa të reja, sa të vogla me qenë inspirim për me shkujt se hezitojshin. Unë nuk i faqsoj, se kanë pas frikë. Nuk ka që se kanë dash atë dhejun. Po, unë e mendoj se patriotat lindin, nuk bahen. Kur dola në kuks, me uniformë më pa Agja. Edhe më tha, Agja, reshiti Agja madh, edhe më tha, o, qika Agja, sa mirë po treka uniforma dhe filloj me qajt. Ndërko, pe takoj edhe një katonar timin. Bacin Nasof. Moment që sa herë ta tregojmë rënqefët të trupi. Vajza e ti 17 vjeqare. Është mbyll me një dhomë në kuks, është mbyll me qilës, edhe kërkush nuk mundet me besu për posë meje, që desa kum shku unë ajo të qajtë me dit e natë, të qajtë në zaj, jo me latë, unë du mu regjistru në Ushtrinë Lirimtare të Kosovës. Po prindrit e asaj nuk e kanë pas guximin me lanë. Kërë më takoj baba vetë në rrugë, tha, o, tha qika Agjës, sa e mirë ka ke ba. Tha, jeta, se jetë mire, emrin e qika, mu kam shilë, tha me Agjën dhomë. Mere, tha, adresën edhe shko mere jetën, edhe bashko në bashkë. Mora adresën, isha bashkë me një bashkë luftetare timen. Ku shkum në shpi, dul nana e jetës. Edhe hajde Ramize, thash ku marrë me marrë jetën. Ajo habit, unë me uniform isha. Thash më ka qulla Nasof me marrë jetën. Ka shku nana vetë pit roket në derë. Për thot, hajde dilë se Ramizja ka arme të marrë. Ajo po pisket. Jo, ju jeni të mrejt me ju qellu në derën. Së nuk e me imaginum që. Kër këm shku në nderi, këm trokit, e ka qelë derën, edhe më ka kësyn qafë, kër më ka pa me uniform, ka kësyn qafë, edhe u bashkan gjitë edhe ja me neve.